67. 67. Ja, 67 u bën 3 shtete bashkë. Jordania, Siria, edhe Egjipti që e sulmuan. Nuk po merrem me atë, po flasim për Sirinë e tanishme. Në një pikë, Çfarë kundër përgjigje ka dhënë Siria e tanishme? Në një pikë, me presidentin. Në një pikë unë nuk bie dakord me Izraelin në kufijtë e vendosur nga Këshilli i Sigurimit. E ka sulmuar sa herë të doj, dhe ata nuk janë kundër përgjigjur. Por janë territori pushtuar Gaza dhe Po, është i pushtuar në 67. Bas 67. Po, është e vërtet. Dhe Ariel Sharoni ja ktheu. Ja ktheu. Nuk e vën dyshim. Nuk e vën dyshim. Më ashtu ta mbaroj argumentin. Po, mbaroj. Pastaj më mbrapa mund të diskutojmë se secili ka mendimet e veta. Sigurisht. Absolutisht. Pra, shikoj, unë mendoj se prioritet për secilin prej nesh, për shkak për te asaj që ne jemi në aleancën e NATO-s dhe me aleantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prioritet i gjithë secilit prej nesh duhet jetë stabiliteti. Është e para stabiliteti dhe paqja. Sepse në fundit, nëse nesër do të vazhdojë të përshkallëzohet një luftë dhe do të fillojë Irani do të përshkallëzohet, Rusia do të vazhdojë më tepër, Kina do të vazhdojë të fillojë të marrë pjesët që i pretendon vetë, Serbia do fillojë të luftojë me Kosovën, nuk merret vesh. Në fund fëmijët tanë do jenë ata mas X vjetësh, fëmijët tanë do jenë ata që do shkojnë në vit frontit dhe do luftojnë. Kështu që paqja është e rëndësishme dhe është prioritet për ne, mendojmë më tepër se sa le të themi aleanca ose veprimi i një presidenti të momentit, i cili nëse është për të kritikuar, duhet kritikuar. Nëse është për të vlerësuar, duhet vlerësuar. Dhe në rastin konkret, atë që po thoja, kërcënimi që bën Izraeli, ne kemi parë luftën e Gazës, e cila 21-22.000 fëmijë janë vrarë në Gaza dhe 50.000 të tjerë civil, përtej çfarë janë nën rënoja apo çfarë janë forca ushtarake që janë vrarë. Përse u vranë këta fëmijë? Dhe ku u vranë? Në Gaza. Po, në Gaza. Janë vrarë nga Izraeli. Po. Para 7 tetorit apo pas 7 tetorit? 7 tetorit deri tani. Pas 7 tetorit, do në pra e sulmuan. E sulmoj Hamasi. Dhe Hamasi do në i bante selit e veta në shkolla dhe në spitale. Tani Izrael nuk ka drejt të përgjigje do në të mbrohet, se dhe ata që u vranë, fëmijë ishin dhe ata që u vranë. Neve kemi një rezultat lufte që janë vrarë rreth 25 fëmijë nga Hamasi, 25 fëmijë, dhe 22.000 janë vrarë nga Izraeli. Dhe kemi shumë dëshmi të reporterëve ndërkombëtar, të mjekëve apo të tjerëve që qëndrojnë pranë zonave, sepse mediat nuk lejohen që të afrohen, sepse nuk duhet të raportojnë se çfarë ka ndodhur atje, dhe Izraeli i ka ndaluar mediat. Donë Izraeli është kundër lirisë së shtypit dhe Hamasi është shoqëria e hapur, është reporterët pa kufi. Jo, ne po krahasojmë dy palë. Është për lirinë e shprehjes. Një organizat që pretendohet dhe nga njëra palë si terroriste dhe nga pala tjetër si përfaqësuese e popullit, sepse ata janë parti politike që kanë fituar zgjedhjet, dhe Ismail Haniyeh ka qenë kryeministri i fundit i zgjedhur me vota popullore në Palestinë, dhe tani kemi këtë luftë që kemi disproporcion të jashtëzakonshëm dhe dëshmit që fëmijët janë vrarë me snajper. Të qëndrojmë tek optika, si mund ta shikojmë të luftë? Tani të bëj një parashtrim fare të shkurtër. Unë rrallë, po thuaj se fare do unë nuk mbaj qëndrim në këtë emision. Dhe nuk e shpreh këtë opinion. Por unë do unë që nga viti 1989, 1998, 99, unë kam një kriter për të vlerësuar kancelarit dhe politikanët e botës. Që qëndrim kanë mbajtur ata për Kosovën, se the për fëmijët, është tejet tragjike, fëmijët të vrarë, është donë nuk ka gjë më të dhimbshme, por edhe këtu ka një lloj hierarkie në dhëmshuri ndaj fëmijëve, se mua më dhëmin më shumë fëmijët e Drenicës sa fëmijët e Gazës. Absolutisht dhe mua dhe të gjithë neve. Dhe unë kriter si qytetar shqiptar, ta mbaroj, kriter kam dhe unë, kush kanë qenë në 99-ën ata që kanë qenë pro fëmijëve të Kosovës, dhe kush kanë qenë kundër. Unë një gjë mbaj mend. Ky kryeministri që tani do po diabolizohet nga të gjithë, ky doli priti refugjatët kosovar në aeroportin Ben Gurion në Izrael.
Ndërkohë, Yasser Arafati ftoi Slobodan Miloševićin në Betlehem për të festuar Krishtlindjet. Megjithëse kishte 2 muaj, nga krau tjetër, 2 muaj që ishte shpallur, që ishte shpallur arrest ndërkombëtar për të nga gjykata ndërkombëtare për krim. Tani do me këta që burrat me fustan edhe me shapka unë zgjedh këta që janë më afër meje Kur ti zgjedh, por nuk duhet... Djesve nuk mbaj mend asnjë koment. Ndërkohë kemi një protest në të njëjtën kohë, një protest të Hamasit në mbështetje të Kosovës. Dhe ka filmime për këtë, ka video. Qartë. Kështu që gjërat nuk janë aq bardhëzi, janë ngatruar. Megjithatë unë doja të thoja një diçka. Izraeli në rajon është një faktor kërcënues që ka luftuar dhe vazhdon lufton dhe ekspansionohet në të gjithë shtetet rreth e qark. Më së fundmi, në deklaratat e tyre publike, ne e kemi vënë re që ajo që përmendej si një konspiracion apo si një diçka e fshet, nuk po mbahet më e fshet. Netanyahu e ka deklaruar dhe ka treguar kufit e Izraelit madh që do të përfshin brenda vetes tyre gjysmën e Arabisë Saudite, një pjesë të Egjiptit, gjysmën e Irakut, 2/3 e Sirisë, një pjesë të Turqisë, gjithë Libanin e tjera. Por nëse këto vende e sulmojnë dhe në luftë mbasin territore, do t'i marrë ato territorin. Sistemat ushtarake të Izraelit në krahët e tyre ka filluar të vendoset edhe sistema e Izraelit të madh. Pra, ky qëllim ekspansionist i Izraelit është një kërcënim për të gjithë rajonin. Nga krau tjetër, se folëm për Izraelin deri tani, në krau tjetër kemi Iranin. Një shtet i cili ka prodhuar një lloj si Izraeli, kërcënim, ka prodhuar luftë, vrasje, vetëm në Siri me mbështetjen ndaj regjimit Asadit, janë vrarë edhe 650.000 njerëz dhe 200.000-300.000 të tjerë që janë të shtukur, rreth 1 milion njerëz në Siri. Dhe mbështetësit kryesor të kësaj lufte kanë qenë trupat iraniane dhe Hizbullahu, por pjesa kryesore iraniane, dhe mbështetja ushtarake ka qenë nga Irani. Pra ka prodhuar një masakër të jashtëzakonshme në atë vend që nuk krahasohet as me organizata terroriste që kanë qenë në atë rajon. Okej. Do flasim në pjesën e dytë se nuk më përgjigje pyetjes kush e kontrollon tani Teheranin. Publicitet.